Banorët e Exarës në Saran do të përfitojnë nga ndërtimi në stacionit elektrik që pritet të sjellë transformim në furnizimin me energji elektrike në jug të vendit. Gjatë inspektimit të punimeve zëvendës kryeministri Belinda Balluku tha se përmes këtij investimi do të ketë rritje mbi 8 fish të kapaciteteve të transmetimit të energjisë. Çështja e kapaciteteve mbi të gjitha, padyshim edhe teknologjia, një tjetër teknologji përdorim ne sot, por nga ana tjetër ne duhet kuptojmë që e gjithë zona e jugut tashmë këtu ku ndodhem është një zonë e cila e shumë fishon numrin e banorëve nga maj deri në tetor. Balluku theksoi se nga ky projekt nuk do të përfitojnë vetëm banorët, por edhe bujqësia e sezonit turistik. Energjia në këtë zonë nuk duhet vetëm për banorët. Këtu përfitojnë të gjitha njësitë turistike, qofshin këto hoteleri, restorante etj, por edhe të gjitha njësitë e bujqësisë. Punimet për përfundimin e nën stacionit sipas zëvendës kryeministres po ecin me ritme të shpejta, ndërsa pritet të përfundojnë para verës së vitit 2026.